Kryeministri Edi Rama edhe njëherë doli në mbrojtje të Hashim Thaçit dhe liderëve të tjerë të UÇK-s, duke i quajtur ata shpëtimtar të Kosovës në kohën e luftës me Serbinë. Kreu i qeverisë shqiptare sulmon gjykatën speciale për të cilën thotë se u krijuar për të mbrojtur lirinë, ndërsa tani po gjykon ata që e sollën. A nuk është e tmerrshme ta mendosh se shpëtimtarët e një kohe kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në teun e thikës së gjatë të padrejtësisë historike ndaj shqiptarëve, duhet të paraqiten para një gjykate të dalë krejt nga shinat mbi të cilat u ngrit, për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacional-socialiste nuk është vaj, se shteti i ri e sovran i Kosovës nuk ka dalë nga barku një ndërmarrje kriminale, por nga gjaku një ushtrie çlirimtare. I bindur se kjo është një padrejtësi, Rama shigjeton edhe ata që e quajnë Thaçin armik të popullit, për të cilët ka një mesazh. Çfarë turbi për drejtësinë ndërkombëtare dhe edhe mëzi për shqipsharësi digjital, tifoz të vrebuar prej budallakisë kinse patriotike, që edhe mbrapa hekurave të kësaj padrejtësie ulëritëse, e shohin edhe trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, duke urruar të mos dalë më kurrë prej aty, ndërkohë që kur atyre tu jetë harruar namje nishani dhe sa gjykate të ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë, emri Hashimit do të mbetet përgjithmonë si emri i njeriut që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pak ditë më parë në Tiranë u zhvillua një protestë mbar kombëtare në mbrojtje të ishkrerëve dhe luftëtarëve të UÇK-s që prej vitesh po përballen në gjykatën e Hagës.